innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahban wa kanu lana khashin. A di pse Zoti shpëtoi kur kishin telashe? A di pse Zoti ju erdhi në ndihmë tyre? A di pse Zoti ja zgati dorën me përkrahje dhe mbështetje dhe merhamet? Pse? Se këta më herët ishin prej atyre që garoshin, nxitoshin në vazhdimsi me bë punë të hajrit, edhe e lutëshin Zotin, edhe kur ishin të gëzuar, edhe të idhruar, edhe kur ishin në telashe, edhe kur ishin në komoditet, edhe kishin frikë gjithmonë. Falenderojmë Allahun e madhëruar për çdo begati dhe mirësi që na gëzon në çdo rast dhe në çdo moment. Salamat, salavatet qofshin mbi Muhammedin a.s. I cili ka qenë mirënjohësi më i mirë dhe i begative dhe mirësive që Allahu ja ka dhënë atij. Salamat qofshin mbi familjen e tij të ashur, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin mësimet dhe porositë e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe ju të pranishëm, vazhdojmë me tempon e njëjtë të muajit të Ramazanit, apo vazhdimësia e punëve edhe veprave të hajrit janë të hapur edhe më pas Ramazanit. Treguam se ka qenë vepra më e dashur tek Zoti, që e do më shumë tipi punëve, ata që janë të vazhduara pa ndërprerje, madje edhe nëse janë të pakta, jo të mëdhaja, jo gjigande, mirë po, të vazhdueshme, pa ndërprerje dhe pa shkëputje. Madje ka qenë edhe udhëzim i dërguarit të Allahut kështu vepronte. I dërguari i Allahut kur e merrte një punë, ju përmbajke maksimalisht. E nëse ndodhte të njerë për arsye X, Y apo smundje, kur falte namaznate që ka pas obligimaj të falet, ndonjëherë ndodhte që usumur ke natën. Të nesërmën e bante kaza 12, vetëm mos shkëputet nga tradita dhe kultura me hershëm. A përshëni? Ka qenë domthon edhe udhëzim i pandashëm i Resulullahit a.s. Jo vetëm kjo, vazhdueshmëria ka një pozitë dhe vend të lartë në fejen islame. Madje farzët, obligimet që ne ka bërë Allahu xhaleshanu janë të kërkuar në vazhdimsi. Jo një ditë po, një ditë jo. Jo një muaj po, një muaj jo. Jo, 5 kohë të namazit, ditë për ditë, qoftë verës, qoftë vjeshtës, apo dimër, apo pranverë, ftoft, nxehtë, a kriz, pa kriz, kur nuk nalen janë në vazhdimsi. Andaj thotë Allah i madhëruar në hadithin kutsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu illa mimma aftaratu alayh. Vazhdon robi të më afrohet mua me atë vepër që ka e du më shumë të është obligimi dhe farzi. Këshere, kur dojna mu afru të Zotit, me ndjeni afërsie, jo jalër kë Zotit, aje që më shumë të e gëzon Zotin, është farzët. Pastaj në filet. Pas si ka orë në gjuhën arabishte, o ama të karbe, vazhdon robi mu më afru, në vazhdimsi, jo vetëm njerë në vjetë, ta roke një farë bonusi, jo gjdo e, aje që gjithmonë, rri afer, kryon afërsi dhe bordin e ngushtë. Ashtu janë edhe me lachet Allahut, pse janë bordin e ngushtë? Kur ato nuk gjenë molisje dhe plugështi në adhurimin dhe Allahut xhaleshan. Vazhdimsi. Kur nuk ndalën, janë në vazhdimsi. Kështu të me pas edhe na statusin tonë. Imazhi jonë në vazhdimsi. Pastaj kjo ka dhe efekte dhe gjurmën e madhe, nëse robi gjithmonë në vazhdimsi ban punë dhe vepra të mëdha. Një prej tyre është e largon njeriu nga pakujdesia. Se nëse ti vepron gjithmonë, e ki standard një punë të hajrit, kur nuk ka shansa me qenë neglizhent, i pakujdesshëm. Ai, unë kam zakon me fal nafile, çembëll. Çdo herë ki zakon para se më ro me flet, jashtë atyve që i ki fal farzët edhe sunetet e përditshëm, e për shembull ki zakon me fal namaznate. Se namazi natës nuk varet vetëm në Ramazan. Në Ramazan është më spikator. Mirë po dhe është Ramazanit. Po nëse ki të jashtë Ramazanit, gjithmonë, ti nëse ndodh dhe njerë, ai ka ik. Një njerë
e ngjet veten tonë, është një farë mungesë. A be diçka tu mungu mua? Pse? Ki dal pjasoj për ditëshmërisë. Edhe kjo ta bën me dy se ti nuk bësh më neglizhent. Është interesant. Pastaj edhe stërvit veten, e trajnon në punë të mira. Sa më shumë që ban. Shikoni vëllezër, 30 ditë apo 29 ditë në Ramazan. Ka 20 rekat taravih, 20. E stërvit veten. A di se të duken këto tash namazet e përditshme që janë Yatsia 13? Ditën e parë kur gja, sa e pak. Se ki fillu me akumulu veten me diçka rezervra më të mëdha. Edhe të largon nga neglizhenca, edhe e stërvit veten, edhe lidhesh me këtë ibadetet. Sunri, bëhet pjesë e jetës. Sikur se gjaku që është pjesë e jetës. Keni po këto që e kanë konsumojnë, janë të varur prej duanit, nuk mund me ndetë pa duan. Kështu du të mu familiarizu, mu kanë i vartur prej ibadeteve dhe adhurimeve. Se o vlezër, ne nuk muna me qenë konstant. Nëse ose i hypin lartë, avancojmi, ose degradojmë dhe bimë poshtë. Sikur se lifti ose të merë lartë, nëse është në qarkullim, ose të zbret poshtë. Është e natyrshme. Kështu është edhe natyra e njeriut. Është një parim fetar, i lem të shgalbitaa se shagaleke bilmasje. E nëfsu, shpirti njeriut, nëse nuk prekupohet me adhurimi dhe ibadeta, deshtëm apo nuk deshtëm, vetë ju shpirti të prekupon në punë të liga. Ose kemi lexu Kur'an, ose revista pa dobi. Ose kemi fol për hir të Allahut dhe një muhabet, ose kemi përguju, kemi bë gibet, kemi bë fjalë për çetërkan. Kjo është e natyrshme. Ose shikon diçka të dobishëm, ose kemi shikuar filma të fliçura. Nuk mundesh me thonë unë konstant jam. Jo, unë jam mes. Jo. Ose ngritesh avancohesh, ose degradohesh, bie poshtë. Andaj veprat në vazhdimsi krijojnë këtë avancim tek ti. E cila është shumë e nevojshëm. Pastaj, vazhdimësia në punë të mbara krijon simpatinë dhe dashurinë e Allahut ndaj robët dhe anasetas. A shumë kemi nevojë në Zotin më na desh neve. Sa më shumë që ban, të don Zoti. Kjo i ngjan edhe diçka e përditshme njeriu, punëtori që punon te një shef dhe gaz drejtor. Sa më shumë që punon, ka ne do më shumë drejtori, atë punëtori që është gjithmonë. Vetëm punon, angazhohet, nuk kri pa punaj, e hedh burllogin dykon, e lëviz, pastron, rregullon, e don, se i bie në sy shefit, se ky punon, i shkathosht, me sa i cili ban, si themin e krivina, lakesa, ata nuk e do, madje nuk është i kënaqur edhe kur t'jep pagën mujore. Andaj puna në vazhdimsi krijon dashuri dhe simpati te Allahu i madhruar. Pastaj vëllezër, puna e mirë në vazhdimsi është mjet dhe mekanizëm për me shpëtu robën nga punë të këqija, nga çdo bela, nga çdo fatkeqësi dhe nga çdo kop i keq. Sa punë të mira që i ka bën njeriu gjithmonë, nuk është ka qenë shkak dhe arsyeja që e ka rujt nga dini telashe fatkeqësi e keqe. Po, shikoni vëllezër, Allah i përmend në këtë kontekst shumë rrëfime dhe ngjarje. Çka thot për Yunus alayhis salam? فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Yunus alayhis salam kur u hedh në dete dhe kafshoi peshku i madh balena, është një ngjarje që besoj nuk ka nga xhallar që nuk e ka trajtuar dhe nuk e ka shpjeguar këtë rrëfim të Kuranit para xhamatit. Pasi u hedh në dete dhe kafshoi, ishte në telashe. Imagjino njëri është më sekonda do të jetojë, nuk jeton. Çka i kujtu këtina? Çka me përmend Allahun? Mirë po, këtë përmendje Allahut, çka i ndihmoi? Çka ishte mekanizmi, shkaku që e shpëtoi nga kjo telashe, nga kjo fatkeqësi, nga kjo bela e keqe? Allah e përmendi, falaula annahu kana min al-musabbihin. Yunusi mos me pasqen për atyre njerëzve që ka bë punë të vazhdueshme, e ka përmend Allahun, e ka bë tesbih. Shpesh e përmendte. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, në sabah, në mbrëmje, kur është i sëmur, kur është i shëndosh, kur është në vende krizat më të mëdha, kur nuk e haron të Allahun. E përmendte. E Allahu këta ja ka regjistruar evidencë, po mos ishte për atyre që e përmendën vazhdimsi Allahun, la labitha ila batni yawm yub'athun. Ky kishte me qëndru izoluar në barkun e balenës dhe në ditën e Kiametit. Të gjithë pejgamberët e Allahut i kanë qenë të sprovuar dhe Zoti i ka shpëtuar dhe i ka ndihmuar. Pa çfarë shkaku? Nuk ka pejgamber. Ja për shembull ka përmend Allahu Zekrian, idh nada rabbahu
e luti, kujtohet Muhammed kur Allahu Zekrijain, e Nuhin, Nuhin a.s. e Junuzin, e përmend të lut ka Allahun, Zoti ju fastajabna lahu wa anjaynahu min al-gham. Ne i ndëmuam çdo pejgamberit, madje shpëtuam nga çdo telashe vështirësi. Pse? Në fund të kësaj faqes të surës Anbiya e ka përmend modelin. Merrni këtë model. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahban wa kanu lana khashin. A di pse Zoti shpëtoi kur kishin telashe? A di pse Zoti ju erdhi në ndihmë tyre? A di pse Zoti ja zgati dorën me përkrahje dhe mbështetje dhe merhamet? Pse? Se këta më herët ishin prej atyre që garoshin, nxitoshin në vazhdimsi me bë punë të hajrit, edhe e lutëshin Zotin, edhe kur ishin të gëzuar, edhe të idhruar, edhe kur ishin në telashe, edhe kur ishin në komoditet, edhe kishin frikë gjithmonë. Këta nuk duhet marrun. Do të me bë kulturë dhe shprehje tonë, gjithmonë me bë punë të mira, se po na ndihmoj kanë korina në vështirësi dhe telashe. Andaj, porosia dhe mesazhi jem në këtë xhumë të muajit Shawal, mos u ndal. Vazhdo me tjetër trajtman dhe tempo. Ndoshta jo bash ashtu, ama mos e gdor. Vazhdo, her pas here. Ndoshta nuk kërkojnë Allahu ma xheru tan muajin Shawal, ama tan në tetën mund të xherojnë. Nuk mund është në tetën, apo një ditë po një ditë jo, që është ndoshta e rëndë. Ditët e bardha. Muaj ka 29 ditë apo 30. Muajt e bardha quhen 3 ditë të mesëm të muajit. 13, 14, 15, ose 14, 15, 16. Bëj shprehi se të ndihmojnë vëllezër. Ke për t'ia pa hajrin dunja dhe botën tjetër. Lusë Allah në madhëruar që na bëj për atyre të cilët i ndëgjojmë me vëmendje porositë dhe mesazhet dhe i zbatojmë në jetën e përditshme. Lusëm Allah në madhëruar të na kaplojë me rahmetin e vet, të largojë dhërimin e tij. Lusë Allah në madhëruar që e kam një kërkesë nga një vëllai i cili ka kërkuar që të bëjmë dua për nanën e tij që ka në sëmundje, është në spital, po për çudi jeve jo vetëm mua tha, ti je hoxha ndoshta i 12 apo i 30 nga xhallarët që kërkojnë në ditën e xumë të bani lutje për nanën time, me sa duket e don tejmase nanën, andaj ka kërkuar dhe na ka obliguar që të bëjmë lutje dhe dua, tha duke ditë se jeni edhe në xumë, që është ditë madhështore, edhe xhumat më shumë me shpresë se Zoti na i pranoi lutjet, Zoti ja largova sëmundjen që e ka. Inshallah Zoti Inshallah sa më shpejt e shëron me shërim të shpejt dhe të plot. E gëzon çdo njeri apo çdo kush që është i sëmundë në shtëpinë vet. Lloj-lloj sëmundje që kanë, ata që kanë sëmundje të rrezikshme, Zoti ja largoft. Ata që kanë ndoshta edhe kancer, Zoti ja largoft, sikur që ka larguar lindje nga perëndimi, ja plotësoj çdo kërkesë dhe dëshirë dhe ëndër që kanë, ndërsa lutja jo në fund do të thosh alhamdulillahi rabbil